Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Motra dhe dashura, mirë se erdhët në ligjëratën e 51 në lëndën e sirës, jetë përshkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sot do të vazhdojmë me një temë të radhës, domethënë është fjala për dëbimin e një prej 3 fiseve që thamë se pejgamberi alayhis salam kur erdhi në Medinë i gjeti aty, domethënë ishin fise hebreje të cilat kishin ardhur më herët në histori. Kemi treguar se ato fise kanë ardhur sipas disa supozimeve është përshkruar domethënë në Teurat vend se si do duket vendi i cili do të vjen profeti i ardhshëm dhe e pritnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirpo kur erdhi pejgamberi alayhis salam, domethënë kur Allah e dërgoi atë, ata treguan një domethënë neglizhencë ndaj pejgamberit alayhis salam, nuk e pranuan atë si të dërguari i Allahut, pra në një farë mënyrë nuk ishin të kënaqur që të jetë profet i Zotit dikush prej popujve tjerë, pra jo prej beno Izraelve. Dhe pra këta po dojnë ta mësojnë Allahun se e cili fis të vijë profeti, çfarë të ndodh, si të ndodh që është domethënë diçka prej kundërshtimeve të fesë dhe kundërshtimeve të Zotit, sepse Allahu e zgjedh këtë doj ai, ndërsa njerëzit u takon që ta pasojnë atë që Allah e ka zgjedhur për profet të Zotit. Në ligjëratat e para kemi treguar se pejgamberi alayhis salam një prej gjërave të para kur është shpërngulur në Medinë e ka bërë edhe traktatin e Medinës, domethënë një lloj kushtetute ku janë vendosur rregullat se si do të jetojnë edhe veprojnë qytetarët e këtij qyteti, domethënë në paqe, duke i pasur të gjithë të drejtat e tyre. Kemi shpjeguar detaje, domethënë se si është caktuar rregulli, si për shembull brenda komuniteteve të ndryshme, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka dhënë të drejtën që ato gjërat që ai kanë të brendshme, ti vendosin edhe ti gjykojnë vetë sipas fesë së tyre. Ndërsa për gjërat që janë në mes dy komuniteteve apo mes dy fiseve tjera do të gjykoj domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj brenda traktatit të Medinës ka qenë se nëse qyteti i Medinës rrezikohet prej ndonjë armiku të jashtëm, atëherë të gjithë banorët e Medinës e kanë për detyrë që të domethënë ta mbrojnë qytetin. Pra nëse një komunitet rrezikohet apo luftohet prej dikujt tjetër, duhet edhe pjesa tjetër ta mbrojnë të jenë bashkë. Dhe kemi pasë se as në luftën e Bedrit, as në luftën e Uhudit nuk ju kanë përmbajt këtij traktati, edhe pse e kanë domethënë këta janë të cilët e kanë pranu, e kanë vullos, si me thënë që në atë zhargonin tani modern kishim thënë e kanë nënshkru vetë të gjitha këto fiset, mirë po asnjëherë nuk ju kanë përmbajt asaj çfarë e kanë shënuar. Dhe tani jemi në këtë pjesë domethënë të historisë në sira, ku përmendëm para 2 ligjëratave përmendëm për sulmet që ja bën fiset beduine muslimanëve, për tradhtinë që ja u bën që i vranë domethënë 70 hafëz musliman, duke ju thënë se e jani pra që na mësoni fenë e pastaj i vranë ata. Dhe një incident të fundit e përmendëm për Amr ibn Umayyan, i cili ka qenë i vetmi sahab që nuk ka vdek në masakrën Bir Maune që e kemi shpjegu. Dhe ai kur kthehet, domethënë para se të hyjë në Medinë, i takon 2 persona prej
fisit Benu Amir, që ishte ky fisi që i kishte masakruar të gjithë këta shokët e Amirit, domethënë sahabët e tjerë, dhe ky mendon se është i rrezikuar prej tyre dhe i vret ata, në fakt ata kishin ardhur te pejgamberi alayhis salam që ta pranojnë Islamin dhe nuk kishin të rrezikshëm, pra se kishin ndërmend që t'i vrisnin muslimanët, por Amiri këtë gjë nuk e kishte ditur. Dhe thamë se drejtësia e pejgamberit alayhis salam ishte aq e madhe, saqë edhe pse fisi këtyre kishte vrarë 70 sahab, ai konsideronte se këta ishin njerëz të pafajshëm, të cilët Amiri kishte vrarë në mënyrë të, domethënë në mënyrë aksidentalisht, pra, pa e ditur se kush janë ata. Prandaj sipas një ligji islam është që kur bëhet vrasja gabimisht, personit i cili e bën atë e ka për obligim të agjeroj 2 muaj rresht, ndërsa komuniteti apo fisi i tij e ka për obligim, me që ka qenë vrasje aksidentale, ndoshta diçka në kohët tona kishte menduar për shembull vrasja komunikacion. Pra, s'ka shku dikush me qëllim direkt ta vras dikën, po aksidentalisht ka ndodhur, megjithatë është vrasje dhe duhet të shpaguhet. Atëhere duhet, domethënë, i tërë qyteti ta merr përsipër ta bëj shpagesën për këto vrasje. Dhe shpagesa ishte faktikisht në atë kohë 200 deve, domethënë për një person 100 deve, pra është një shumë shumë e madhe që një person nuk mund ta përballoj. Prandaj duhet të mblidhet e tërë Medina, banorët e Medinës, që të kontribuojnë edhe të bëhet ky buxhet. Pra kështu ishte rregulli. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte, domethënë, koha që po e mbledhte këtë shpagesë prej gjithë banorëve të Medinës, e prej banorëve të Medinës ishin edhe fisi Benu Nadir, të cilët ishin fisi më i pasur i Medinës. Këta në fakt ishin një fis i cili kishin disa tensione të mëhershme me pejgamberin alayhis salam dhe me muslimanët. Pra prej kohës kur u shpërngul pejgamberi alayhis salam. Së pari, sa i përket, domethënë para se të vijë pejgamberi alayhis salam, ata edhe 2 fise tjera të jehudëve çdo herë i kërcënonin arabët, pra banorët e Jethribit, e Medinës, se na po e presim një pejgamber të Zotit, dhe sa për t'na vijaj, juve që jeni idhujtar, do t'ju prejmë, do t'ju grim, s'do t'ju lëm asnjë të gjallë. Domethënë sepse ju nuk e besoni Zotin por idhujt. Por në fakt kur u dërgu pejgamberi i Zotit, ata nuk e pranuan atë. A e njohtën, a e kuptuan që është pejgamber i Zotit, ka shumë argumente për këtë gjë. Për shembull, rastin kur e kemi përmend për Abdullah ibn Selamin, krye rabini i tyre, i cili shkoi të takoj pejgamberin alayhis salam dhe si e pa pejgamberin alayhis salam e pranoi Islamin, tha kjo nuk është fytyrë një gënjeshtari. Dhe për një herë prej njeriu që ishte më i favorizumi, më i respektuari në mesin e këtyre fiseve hebrejve, doli në njeriun më të parespektuar, domethënë ata filluan ta shonin, ta dëbojnë, vetëm se ka pranu Islamin. Gjithashtu e kemi rastin edhe për kryetarin, krye plakun, si me thënë, e këtij fisit Benu Nadir, i cili ishte hujeji dhe ky do të më vonë, domethënë në luftën pas luftës së Hajberit, vajza e tij Safia më vonë do të bëhet grua e pejgamberit alayhis salam, domethënë është nëna e besimtarëve. Dhe ajo, pra më vonë në histori, jo tani, tregon rastin kur ishte ende shumë e re, kur kishte ardhur pejgamberi alayhis salam në Medinë.
dhe tregon se babai i saj dhe xhaxhai i saj shkuan që ta takojnë këtë njeri që po thotë që është profet i Zotit. Dhe thot edhe pse unë isha e llastuara e tyre, si me thënë, aq shumë më donin, thot kur u kthyn aq serioz prej takimit me të, sa që mu, domethënë s'më shihnin fare, edhe pse unë vrapova t'i takoje të, domethënë si çdo herë e ka prit për gdhelin e tyre. Po thot babai im, Hujej ibn Akhtabi dhe xhaxhai i saj Ebu Jasiri, thot ishin kthyer prej pejgamberit alayhis salam. Dhe këtë po flasim në thënë fillim kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam në Medinë. Thot dhe e dëgjova xhaxhain tim duke i bërë pyetje babait. I tha, a është ai çka mendon, a është ai e hu, domethënë a është ai që ne po e presim, që është pejgamberi i Zotit. Dhe thot babai im i tha po vallahin, ai është vet ai. Pra nga ajo që ai kishin kuptu në bisedën me Muhamedit alayhis salam, ishte bindur që është pejgamberi i Zotit. Atëherë thot xhaxhai im e pyeti, a mirë ç'a do të bëjmë? A do ta pranojmë? Thot dhe babai im i tha vallahi kur nuk do ta pranoj. Do t'jemi armik i tij për sa kohë që t'jemi gjallë. Domethënë për brenda çka ka ndodhur me ta kur e kanë taku pejgamberin alayhis salam, Allahu ka dashur që kjo bisedë, ky dialog të zbulohet në një fazë domethënë shumë vite më vonë kur Safia pranon Islamin dhe martohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse mos ta pranojmë vetëm se s'është hebrej. Ndërsa tani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra shkonte ata përkundër këtyre tensioneve që ishin ngritur mes tyre, pasi që ishte bërë traktati i Medinës. Cilat ishin këto tensione? Një kuptohet nga autori Abdul Razak, i cili e ka shkruar domethënë një libër të haditheve, ku i jep disa transmetime, domethënë që fisi Benu Nadir kishin komplotuar, domethënë i kishin bërë ato planet e tyre për me i vra njerëz të Sufas. Kush është Sufa? Sufa ishte ajo pjesa e fundit e xhamisë ku rrinin sahabët të cilët domethënë nuk kishin shtëpi, rrinin këtu, po në anën tjetër edhe që ishin dietarët në mesin e muslimanëve, pra ulemat, sepse ata qëndronin ndërkohë me Muhamedit alayhis salam dhe çdo gjë që i zbriste pejgamberit alayhis salam ata e mësonin të parët dhe kishin një njohuri në të gjitha fushat domethënë islamit. Dhe këta kishin bërë këtë, e kishin organizuar komplotin, mirë po Allahu kishte dashur domethënë që njëri prej tyre ta zbuloj këtë, të flet dikun dhe të mirët vesh dhe Allahu kështu i shpëtoi ata nga vrasja që kishin përgatitur Benu Nadir për ta. Një tjetër tension domethënë kuptohet prej një autoriteti tjetër që është marrë me sira, Musa ibn Uqba, ku kuptohet se Benu Nadir i kishin ndihmuar Kurejshët gjatë betejës së Uhudit. Me çka? Me logjistik, domethënë dhe me aspektin gjeografik të Uhudit. Pra ju kishin bërë strategjinë si ata me luftu muslimanët. Pra dhe për këto gjëra, pra po flitej në Medinë. Do thënë dijej se e kishin një farë armiqësie pra ndaj pejgamberit alayhis salam, edhe disa raste të tjera. Mirë po, pejgamberi alayhis salam vendos edhe shkon së bashku me Ebu Bekrin dhe Omerin dhe domethënë shkon për të biseduar me ta lidhur me këto
beve që duhet të mblidheshin. Në një farë mënyre ishte një aspekt, domethënë një farë mundësie për të parë se ku janë, për të parë sa janë ende brenda kësaj marrëveshje që kishin me ta dhe ndoshta domethënë do të largoheshin këto tensione dhe do të arrinin prapë një marrëveshje. Mirë po, këta sapo e pan pejgamberin alayhis salam, i thanë koha ka qenë me arti, domethënë sikur me thënë je vonu shumë që s'ke ardhur. Dhe i thanë që tani ju lejojmë domethënë të hyni brenda, vetëm të organizojmë përgatitjen për juve. Ku të hynë brenda, është interesant se këto fise, kemi cekur edhe më herët, kur e kemi shpjeguar për Medinën, se kanë pasur fortesa, domethënë të veçanta, që nuk kanë qenë një arkitekturë e njohur mesin arabëve. Por këtë e kishin sjellur si civilizim prej vendeve prej ka ishin shpërngulur në Medinë. Kemi dhënë një ligjëratë të tërë, domethënë në aspektin historiko-shkencor se ka mendohet se kanë ardhur këto fiste në Medinë. Dhe pra këta hyn brenda fortesës së vet. Gjithashtu këta kishin toka të mëdha që i kishin me palme të hurmave dhe domethënë mirëshin me bujqësi, po mirëshin edhe me çdo lloj zejtarie tjetër. Pra, kur kemi shpjeguar për banorët e Medinës në fillim, kemi thënë se përgjithësi ishin fiset hebreje të cilat i shfrytëzonin arabët edhe ishin që e kishin pasurinë më të madhe. Dhe sapo këta hyn brenda në fortesë dhe pejgamberi alayhis salam domethënë me pak sahab që kishin ardhur po pritnin jashtë, mesin e tyre dhe Ebu Bekrit, njëri prej tyre i thotë kjo është mundësia jone e artë. Ata janë të ulur, po domethënë te hyrja e fortesës, edhe ne veç po shkojmë lart edhe po ja hedhim ndonjë shkëm të madh, ndonjë gur, pra kishin si gjësende në maje të fortesave që nëse sulmon prej armikut, ta hedhin, pra ishte mënyra qysh e mbronin veten. Edhe pse dikush prej tyre kundërshtoi tha do të hymë në bela të madhe me arab, mirë po megjithatë ata ranë dakord që kështu do të veprojnë. Dhe subhanallah me njëherë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e lajmëroi Gjibrili, e njofton pejgamberin alayhis salam dhe ai ngritet me njëherë, i thot me njëherë qahu tani dhe vazhdo. Dhe pejgamberi alayhis salam ngritet dhe vazhdon në Medinë. Dhe sahabët habitën domethënë që ishin me të, pse shkoi pejgamberi alayhis salam, por pastaj vazhdojnë edhe ata, ngriten edhe ata dhe shkojnë. Dhe pastaj ju tregon pejgamberi alayhis salam se s'e ka njoftu Gjibrili dhe për këtë gjë më vonë zbret një ajet kuranor që është pjesë e surës Maide, ku Allah thot: O ju që besuat, përkujtoni të mirën e Allahut ndaj jush, kur një popull tentoi të zgjasë duart e veta për mbytje kundër jush, kurse ai i zbrapsi duart e tyre prej jush. Pra, ata komentatorët e Kuranit thonë se kjo ka të bëjë me këtë rastin, domethënë kur pra sipas Ibn Abbasit flet për domethënë për rastin e fisit Benu Nadir. Gjithashtu është një sure e tërë që flet për këtë rast, që do ta shpjegoj në fund të ligjëratës. Domethënë është surja Hashr, që sipas Ibn Abbasit është dashur të quhej surja Benu Nadir dhe jo Hashr, sepse flet komplet për këtë rast, për këtë incident. Ndërsa ky ajet këtu është i surës El Maide.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendos që t'i njoftoj ata që për shkak se kanë organizu atentat ndaj pejgamberit alayhis salam, kanë afat 10 ditë që të largohen. Sipas studimeve të ndryshme, domethënë në histori, kjo është prej dëshkimeve më të buta që mundet me bë një udhëhec, një pris i një vendi për dikë që brenda shtetit të tij organizon atentat për kryetarin e shtetit. Përgjithësi, domethënë, kjo është një tradhti shumë e madhe dhe ka pasur nëpër domethënë popujt e ndryshëm janë shenuar masakra të mëdha apo dënime të mëdha, domethënë për tërfisin e tjera për shkak se këtu nuk ishte që dikush i rastit i momentit, një dikush që po kalonte rrugës tentoi ta bënte këtë vrasje. Mirë po prisit kryesor të fisit Benu Nadir organizuan këtë vrasjen apo atentatin e pejgamberit alayhis salam. Pra, kjo ishte si me thënë ajo e fundit, mesin e krejt asaj historie që ishte që fillimisht ishin tallur se kishin pranu si pejgamber Muhamedit alayhis salam, pastaj në asnjë luftë nuk e kishin ndihmuar, përkundrazi kishin bashkëpunuar me armikun dhe domethënë që armiku ti luftoi dhe ti mund muslimanët. Pra, si në luftën e Uhudit që ju kishin bërë strategjinë edhe ju kishin shpjegu krejt pozitën e tokave në Uhud e tjera e derisa kjo është kulmi i të gjithave që pejgamberi alayhis salam të shkojë të bisedoj me ta, ndërsa ata në shtëpitë të tyre të organizojnë si ta vrasin në vend. Dhe kur shkon ky Muhamet ibn Mesleme dhe ju thot se pejgamberi alayhis salam ju thot që keni 10 ditë afat që të largoheni dhe pejgamberi alayhis salam i lejon që të marrin krejt pasurinë çka dojnë me vete dhe të gjithë, domethënë, gratë e fëmijët e burrat e askush të faktikisht nuk është kushzuar këtu që të mbetet se këta duhet të dorëzohen sepse e kanë organizuar atentatin, por ju lejuat të gjithëve që të largohen. Dhe ata për shkak se e kuptuan fajin e madh çfarë kishin bë, edhe e kuptuan që se si Allahu domethënë i ka demaskuar, ju ka qit në shesh këtë prishtësi kaq të madhe, vendosën që domethënë me njëherë të largohen. Dhe vetëm plani ishte si me marr pasurinë. Mirë po vjen subhanallahu Abdullah ibn Seluli, i cili pra tani më po del fytyra e tij në pah, pra krye hipokriti, krye munafiku i Medinës, që ishte njëkohësisht edhe prej prisave të fiseve që jetojnë prej arabe në Medinë dhe që kishte pas gjithmonë një farë bashkëpunimi të ngushtë me fiset hebreje, vjen edhe i këshillon ata që mos të largohen, duke i garantuar atyre, duke ju betuar atyre se unë juve kom ju ndihmu, s'lejoj askush që të bëj ndonjë trusni mbi juve, që t'ju largoj juve prej këtuhet. Unë e kom saktu deri në 2000 Gatafan, domethënë i kam thirrur. Gatafan ishin një fes arab të cilët njiheshin si që luftonin shumë dhe mirëshin zakonisht si mercenar të luftës. Thotë 2000 të fortë prej tyre kanë me ardhur dhe kanë më mbrojt. Dhe domethënë s'ken nevojë mu largu prej këtu. Dhe fillojnë ata me bisedu, a të largohemi, a mos largohemi. Disa ishin në kundërshtim dhe nuk donin, mirë po kryepari i fisit Hujej ibn Ahtabi, ai vendosi, domethënë që të qëndrojnë, që mos të largoheshin, sepse shpresonte në këtë ndihmën e Abdullah ibn Ubejt. Subhanallahu, do ta shohim
në fund se si Allahu e demaskon këtë fytyrën hipokrite të Abdullah ibn Ubejt, se ky as që kishte bile ndërmend që t'i ndihmoj, e dinte që s'mund ta rrezikonte ai veten, po vetëm kështu që të bën diçka kundër pejgamberit alayhis salam edhe që këta me qëndru me pas sa më shumë armiq pejgamberi alayhis salam në Medinë e bën tër këtë qëndrim. Ë është interesant se disa prej fisit brenda refuzuan, mirë po, kur vendosi ky hujej, domethënë nuk patën çfarë të bëjnë. Sa i përket këtij bashkëpunimi mes hipokritëve edhe fisit Benu Nadir, Allahu thot në surën Hashr ajeti 11, a nuk e ke ditur se ata që u bën hipokrit u thoshën vëllezërve të vet nga i tharët e librit që nuk kishin besuar. Nëse ju dëboni edhe ne do të dalim me ju për çështjen tuaj. Ne kur nuk do t'i bindemi askujt, t'ju luftojmë ose t'ju nështrojmë. E nëse luftoheni prej dikujt, ne gjithçysh do t'ju ndihmojmë. Allahu dëshmon se ata janë renatak. Pra, ky ajet kuranor tregon se Abdullah ibn Seluli është renatak i dorës së parë. Kur këta e njoftojnë, domethënë pejgamberin alayhis salam, ku i bën Ahtabi, pra i frymzuar prej fjalëve të Abdullah ibn Seluli, vendos se i lufton, dërgon një lajmërim tek muslimanët, ku ju thotë se bëni çfarë të doni se ne nuk do të lëvizim prej këtu. Kemi vendosur të qëndrojmë. Dhe kur e dëgjon këtë gjë, pejgamberi alayhis salam bën tekbire, Allahu Ekber. Dhe sahabët bëjnë tekbire pas tij sepse e dinë që kjo do të përfundoj në diçka pozitive. Dhe nisën, domethënë, aq shpejt përgatiten dhe nisën që ata do të domethënë do të presin se pejgamberi alayhis salam domethënë ata do të befasohen qysh pejgamberi alayhis salam kaq shpejt ka arrit mi mbledh të gjitha këto forca edhe të shkoj atje. Domethënë rreth 700 vet i mbledhi dhe e rrethoi fisin Benu Nadir. Ndërkohë pejgamberi alayhis salam shkon te fisi tjetër që ishte aty, Benu Kurejda, që të bisedoj me ta dhe t'i pyes a jeni akoma brenda marrëveshjes që e kemi me ju, që është bërë në traktatin e Medinës, apo nuk jeni më në këtë marrëveshje. Dhe Benu Kurejda thotë që jemi dhe ne nuk e përkrahim fisin Benu Nadir. Pra për momentin i ruajnë interesat e tyre. Mirë po do të shohim më vonë në sira se edhe këta, edhe pse 3 herë pejgamberi alayhis salam me ta ndodh gjatë sirës që shkon dhe domethënë e konfirmon edhe një herë a jeni, prap se prap në luftën e Hendekut, kur do të jenë muslimanët në një gjendje shumë të vështirë, të rrethuar, pra nga 10.000 ushtarë që kanë ardhur pi krejt gadishëm të arabik me luftu muslimanët, këta i premtojnë pejgamberit alayhis salam se ne jemi me ty dhe në fund nga mrenda e bëjnë tradhtin, domethënë dhe shkëputën prej kësaj marrëveshje, dëshirojnë me sulmu muslimanët. Pra, në një kohë kur ishin të rrethuar edhe ky armiku i brendshëm tani, muslimanët ishin rreth hyrjes së Medinës për t'i mbrojtur, domethënë nga ato forca që nëse hyjnë në Medinë të jenë aty burrat, gratë dhe fëmijët ishin nga mesi i qytetit, ndërsa këta nga brendia e qytetit do të sulmonin pra së pari pra gratë dhe fëmijët e muslimanëve nëse e bënin këtë gjë. Pra do të shohim se edhe ky fis do ta trajtoj pejgamberin alayhis salam, por për momentin ata mbeten domethënë në marrëveshje, nuk bëhen me Benu Nadir dhe pejgamberi alayhis salam u kthye te Benu Nadir dhe sipas disa transmetimeve qëndrojnë 7 deri në 10 ditë derisa ata dorëzohen. Ndërkohë ka ndodhur që pejgamberi alayhis salam
ka urdhëruar që një pjesë të atyre tokave ku i kishin me palma hurmesh, domethënë disa trupa të këtyre palmave të digjen. Dhe për këtë gjë Allah i lartësuar domethënë e shpall një ajet kuranor ku tregon se ka qenë urdhër i Allahut që të bëhet ashtu. Dhe pse ka ndodhur kjo gjë? Që ata të dëshpërohen një farë mënyre me atë punën e vet që kanë bërë me vite, që të shohin tani si po digjen edhe një farë mënyre të demotivohen edhe të largohen prej aty. Domethënë, me këtë kuptojmë që gjërat të cilat në princip nuk janë të lejushme në Islam, në raste të caktuar për ta friksuar armikun, pra të cilët bën këtë tradhti kaq të madhe ndaj pejgamberit alayhis salam, pra Allahu i lartësuar ju ka lejuar të bëjnë një gjë të tillë. Dhe kur ata më në fund dorëzohen, pejgamberi alayhis salam ju fal jetën gjithëve dhe ju lejon atyre që të largohen prapë. Pra edhe pse kjo marrëveshje ka qenë fillimisht para se ata të thonë që jo, po dojmë ju luftu. Marrëveshja ka qenë që të largohen. Mirë po edhe pas kësaj, pasi që u rrethuan e kuptuan që s'mundin me luftu me gjithë banorët e Medinës, prapë pejgamberi alayhis salam i lejoi ata të largohen edhe ta marrin gjithë pasurinë. Dhe subhanallahu, ata filluan të shkatrojnë shtëpitë e tyre në mënyrë që mos t'ju lejnë atë muslimanëve domethënë si shtëpi të rregullume dhe nuk lanë gjë pa marrë prej pasurisë së tyre, i ngarkuan devet që gati mezi esnin, saqë edhe dyert e shtëpive të tyre kishin hyrë mbi deve. Dhe asnjë njeri nuk ishte, as fëmijët bile nuk kishin hyrë mbi deve, në mënyrë që devet të shfrytëzoheshin vetëm për bartjen e pasurive. Ndërsa ky shkatrimi i shtëpive të tyre me duart e tyre faktikisht ishte një dënim nga Allahu për ata mosmirnjos ndaj të mirave të Allahut që i kishte dhënë. Ky kishte mundsuar domethënë të zhvendosen në qetësi në këtë vend, që s'ishte vendi i tyre, që të marrin tërë këtë pasuri, që të jenë afër pejgamberit të ardhshëm kur do të vijë, që ta kenë mundësinë ta shohin pejgamberin e ardhshëm, për të cilin ju kishte treguar Allahu më herët, dhe këta prap me gjitha këto mirësi bëhen mosmirnjos dhe se pranojnë prej Allahut pejgamberin e Zotit dhe i bëjnë tradhti edhe plus asaj munduan ta vrasin të dërguarin e Allahut. Ashtu siç i përshkruan edhe Allahu në Kur'an se ata ose i dëbonin pejgamberët ose i vrisnin pejgamberët e tyre. Pra si popull ishte, po shikoni përfundimin e tyre, që i shkatruan me durët e tyre shtëpitë e tyre, duke dalë. Pra, subhanallahu, është mësim se ata që bëjnë zullum, që bëjnë padrejtësi, kështu ju vjen fundi. Shpresojmë se në kohën e sodit e shohim këtë përfundim të zullumçarëve. Dhe kur ata po dilnin me gjitha atë pasurinë e vet, me gjitha ato deve të ngarkuara, dolën gjithë banorët e Medinës me pa dhe ishte një pamje e mahnitshme. Atyre s'u kishte shku mendja që mundet dikush, një popull, një fis, si me thënë, me pas tërë këtë pasuri. Pra i shihnin duke u larguar me një pasuri shumë të madhe. Dhe subhanallahu, do të shohim më vonë në sira se edhe atje ku largohen, ku shkojnë, në Hajber ku shpërngulen, prej atje ata do të organizojnë gjithë arabët e gadishut arabik, disa duke i paguar, kurreshët duke i nxitur, duke u prekur moralin se çfarë që kanë bë, ata janë kundër juve, ju kanë tradhtu juve, popullin nga Tafan duke paguar me para, tjerëve duke ju premtu pasuri e tjera, prej Hajberit, pra ky popull që po i lejon pejgamberi alayhis salam në paqë të largohen pa vrarë askush, prap sherri i tyre do të shihet dhe do të organizojnë diçka shumë të rëndë për muslimanët. Pra nuk ka njohur, domethënë, historia e arabëve që të mblidhen gjithë, sepse këta zakonisht fisi me fis luftonin. Jo mu mbledh gjithë gadishulli arabik, gjithë kundër muslimanëve me ardhë në Medinë që t'i shkatërrojnë muslimanët, që si do të ndodhë në luftën
e hajberit. Pra, ky largim në paqë, do të kuptojmë se ka një popull që nuk e meritoi një gjë të tillë. Është shënuar se 2-3 familje të këtyre kanë pranu Islamin dhe pejgamberi alayhis salam ju ka leju me ndajt dhe me mbajt krejt pasurinë tokat çfarë kanë pasur aty. Ndërsa ajo pjesa që mbeti prej shtëpive të tyre dhe prej tokave të tyre, kjo është një pasuri që në terminologjinë islame quhet fej dhe është e ndryshme prej ganime që është preja e luftës që kemi thënë. Pra kjo është diçka që trashëgohet pa luftë, siç edhe përshkruan Allahu në Kur'an që do ta lexojmë në vazhdim. Pra dhe këtë pejgamberi alayhis salam këtë tokë e ndoa për muhaxhirët e varfër, që e kishin lënë tërë pasurinë e tyre në Mekë dhe kishin ardhur, edhe disa ensar që nuk kishin tokë dhe nuk kishin aq të pasur, pejgamberi alayhis salam ju mundson domethënë që të vendosen në këtë vend. Tham se surja Hashr është ajo e cila flet komplet për këtë rast të fisit Benunat. Domethënë është një ngjarje që duhet të marrim mësim, sepse edhe Allahu në Kur'an e sqaron me ajete kuranore këtë ngjarje në sira, në jetën e Muhamedit alayhis salam. Prandaj Ibn Abasi me të drejtë thotë se kjo sure duhet të quhet surja Benu Nadir, sepse e tërë surja flet për këtë ngjarje. Hashr e ka kuptimin tubimi dhe në Kur'an kur përmenden një prej emrave të ditës së gjykimit është edhe Hashr, ai tubimi i madh i njerëzve kur të grumbullohen njerëzit. Mirëpo në këtë sure nuk flitet për këtë tubimin e ditës së gjykimit. Pra flitet vetëm për këtë grumbullimin e fisit Benu Nadir për tu dëbuar. Prandaj edhe domethënë me të drejtë ka thënë Ibn Abbas që edhe sikur ta kishin qytur Benu Nadir kishte me qenë e drejtë. Bismillahirrahmanirrahim, pra fillon kjo sure duke pra Allah thot Allahun e madhron domethënë me të spi gjithçka që ka në tokë dhe në qiell, ai është i fuqishëm i urtë. Pastaj jeti i dytë flet për këtë dëbim. Ai është që në dëbimin e parë i nxorri prej shtëpive të tyre ata nga hithtarët e librit, të cilët nuk besuan. Pra përmendet tu dëbimi i parë, ka kjo kuptojmë që pas ka pas edhe dëbim të dytë. Çka është dëbimi i dytë? Dëbimi i dytë, domethënë do të jetë fisi Benu Korrejda, të cilët pra prap do ta thrasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Allahu, ju nuk menduat se ata do të dalin. Ju nuk menduat se ata do të dalin. Kjo është fjala pra për sahabët që kur s'kan prit që ka mujt me ndodh një gjë e tillë, që ata me dalë prej Medinës, por Allah është ai i cili bën situatat edhe i radhit ngjarjet si të doj vet. E ata, pra ju s'keni mendu që kanë me dalë, e ata për vete kanë mendu që janë shumë të sigurt, si, thot Allah, e ata menduan se fortifikatat e tyre do t'i mbronin prej ndëshkimit të Allahut. Subhanallah. Mendojnë që qenë të sigurt, që kanë fuqi, që e kanë pasurinë, i kanë bërë ato muret e kështjellave të tyre, e kanë pozitën që janë të mbrojtur edhe prej Allahut. Sa popull kanë mendu kështu, e i ka arrit ata ndëshkimi Allah. Edhe në kohën tonë, kemi popull të tillë që mendojnë që ashtu që janë më të fortit në botë, që e kanë krejt botën në dorë, që udhëheqin si dojnë, që bëjnë çka dojnë, masakrojnë, vrojnë fëmijë, vrojnë gra, bëjnë gjitha të këqijat e mundshme që as mundit domethënë ti paramendojnë njeriu dhe mendojnë që s'mundet ata as Allahu mi ndëshku. Subhanallah.
aq sigur që janë, aq të fuqishëm që janë. Mirë, po çfarë thot Allahu? Thot po Allahu i erdhi atyre nga nuk e kishin menduar dhe në zemrat e tyre hodhi frikën. Ashtu që me duart e veta dhe me duart të besimtarëve rrezoni shtëpitë e veta. Pra merrni përvojë, o ju të Zotit e menjes. Në të vërtetë është për të qartë, kjo ajet kuranor, subhanallahu, është edhe shpresdhënës, se shikoni si e ndryshon situatën Allahu kur të doj. Ta që kanë mendu që janë të pamposhtur, Allahu bën që ata me durët e veta me shkatru veten edhe shtëpinë e vet, subhanallahu. Sikur Allahu të mos u kishte caktuar atyre shpërnguljen, ata do t'i ndëshkonte në këtë jetë, kurse në jetën tjetër ata kanë dënimin e zjarrit. Pra Allahu po tregon sakt se ata e kanë mendu, ata e kanë meritu dëshkimin aty ku janë, këtë botë. Po Allah ju ka caktu që me pas kader edhe këtë që të shpërngulën prej aty të shkojnë një vend tjetër. Për ndryshe e kanë meritu mund të shku aty, me thënë me vdek aty ku janë. E në botën tjetër dënimi i zjarrit është diçka që është më i madh. Këtë për shkak se kundërshtuan Allahun dhe të dërguarin e tij. Pra kush e kundërshton Allahun, s'ka dyshim se Allahu është në dëshkim. Pra ajet kuranor që të rënqet. Pra se cili le të pozicionohet dhe le të kupton, a është prej atyre që i bindet Allahut, a prej atyre që e kundërshton Allahun. Dhe le të kupton se kush e kundërshton Allahun, le ta di që ndëshkimi i Allahut do të jetë i fortë. Pastaj ajeti tjetër flet pikërisht për këto trupat e palmave që domethënë janë djegur. Ju nuk koputët asnjë nga hurmat e buta, ose atë e keni lënë të ngritur në rrënjët e tyre vetëm se me lejen e Allahut e për t'i shtypur kundërshtarët. Pra Allah thotë qoftë nëse i keni shkatruar ato, apo qoftë se i keni lënë pa shkatruar, krejt kjo ka ndodhur vetëm se me caktimin e Allahut. Dhe ka ndodhur për të qenë dëshkim për ata të cilët janë kundërshtarë të Allahut. E atë pasuri që prej tyre Allah ja ktheu të dërguarit të vet, ju për të nuk keni ngarë as kuajt as devet, por Allah i bën bizotrus të dërguarit të vet kundër kujt të doj. Allah ka fuqi mbi çdo send. Pra kjo që ju mbetën tokat dhe shtëpitë e tyre aty, nuk u dasht luftë, nuk ishte prej ganime, pra që fitohet me luftë, nuk është dashur me domethënë t'i hipin kuajve e të shkojnë për të luftuar, por Allahu në mënyrë domethënë të qetë pa asnjë mund ju dha muslimanëve këtë gjë. Atë që Allahu nga banorët e vendeve jo besimtarë ja dha pa luftë dërguarit të vet, ajo i takon. Allahu të dërguarit të afërmve, jetimëve, të varfërve, gurbexhinjve. Pra Allah këtu po i përmend disa kategori. Pra, kur thot i takon Allahut të dërguarit, e ka kuptimin që i takon, si me thënë, i buxhetit shtetëror, që është pastaj, domethënë, për nevojtarët, pra për jetimet, për të varfrit, për gurbexhinjit, që mos të ndohen ndërmjet pasanikëve tuaj. Pra, këtu, ky ajet kuranor është një ajet që duhet, që kjo pjesë e ajetit që duhet të reflektohet. Domethënë që pasuria të mos qarkulloj vetëm midis të pasur. E një farë mënyre, po kjo pjesë e ajetit e kritikon kapitalizmin, që e trajton çështjen e të pasurve ashtu që të pasurit vazhdojnë të pasurohen vazhdimisht, e të varfrit të varfrohen. Më thënë është një nga vargjet më të fuqishme të ekonomisë islame. Sepse si që dim, në kohën e sodit, është 1% e njerëzve më të pasur në botë, ndërsa 99% domethënë e të varfër, edhe pse kjo tani në viteve të fundit po rritet kjo përqindje e këtyre, mirë, por megjithatë është pjesë shumë e vogël që janë shumë të pasur,
ndërsa pjesë shumë e madhe domethënë që janë mesatarë ose shumë të varfër. Për shembull, një e dhënë që ka qenë në vitin 2000, ky 1% më të pasurve në botë i ka zotru 40% të krejt aseteve globale. Thënë, është pasurimi të pasurve në mënyrë ata pasurohen shumë, ndërsa pjesa tjetër jo. Prandaj, çfarë thot Allahu në këtë ajet thotë këto pasuritë ju të ndahen domethënë në mesin e të varfërve, ashtu që mos ju mbeten vetëm pasuria të mbeten vetëm në mes të pasurve. Ata janë të pasur, edhe t'i jepet pasuri tjetër çka, domethënë të shkojnë duke u pasuruar ndërsa të varfrit që mesin gjithmonë të varfër. Gjithashtu ajeti tjetër kuranor thotë ju takon pra është më specifik, ju takon muhaxhirëve të varfër, të cilët u dëbuan prej shtëpive të tyre dhe prej pasurisë së tyre duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë prej Allahut dhe që ndihmuan Allahun dhe të dërguarin e tij, të tillët janë ata të sinqertë. Pra ky ajet kuranor i lavdron muhaxhirët, ata që janë shpërngulur bashkë me pejgamberin alayhis salam. Kemi sfiguar historitë e tyre kanë ndodhur domethënë që tërë pasurinë e tyre çka kanë pasur e kanë lënë, kanë ardhur me durr në xhepa, si me thënë, në Medinë pa asgjë, vetëm e vetëm për me qenë afër pejgamberit alayhis salam dhe me praktiku fenë e Allahut. Prandaj këtyre janë që i takon më së shumti. Ndërsa më njëherë pas tij ajeti 9 i lavdron ensarët. Dhe thotë edhe ata që përgatiten vendin Medinën dhe besimin para tyre. Domethënë i lavdron këta që kanë përgatit Medinën për t'i pranuar këta që janë shpërngul vetëm për hir të Allahut. Dhe subhanallahu ky ka mbet një ajet shumë i dashur për ensarët gjithmonë. Edhe më vonë domethënë në sira pasi që edhe vite më vonë që pasi që ka zbritur ka mbetur ajet shumë i dashur për ta, sepse i përshkruan ata në mënyrë shumë të bukur edhe domethënë ju tregon se çfarë pozite të lartë kanë te Allahu. Tregon çfarë cilësi të mira kanë ensarët. Thotë edhe ata që përgatiten vendin dhe besimin para tyre, i duan ata që shpërnguleshin tek ata dhe nuk ndjejnë gjuksat e tyre ndonjë nevojë, përzilija tjetër, nga ajo që u jepej atyre muhaxhirëve. Madje edhe sikur të kishin vetë nevojë për të, ata u jepnin përparësi atyre përpara vetvetes. Kush është i ruajtur prej lakmisë së vet, të tillët janë të shpëtuar. Pra subhanallahu Allahu këtu me këtë ajet kuranor e tregon se ensarët janë të shpëtuar. Do thënë kush është i shpëtuar, është banor i xhenetit. Edhe ata që kanë ardhur pas tyre, e këtu tani po flet për neve. Krejt pas tyre jemi edhe ne, umeti Muhamedi alayhis salam deri domethënë deri në kiamet. Edhe ata që kanë ardhur pas tyre thonë, Zoti ynë, fal na neve dhe vëllezërit tonë që para ne shpajesin me besim dhe mos lejo në zemrat tona far urrejtje ndaj atyre që besuan. Zoti ynë, ti je i butë, je mëshirues. Plus Allahun që t'jemi edhe ne në këtë ajet kuranor dhe të bëjmë dua të tillë, domethënë të kërkojmë mirësi prej Allahut. Pastaj ajeti tjetër të thotë, a nuk e ke ditur se ata që u bën hipokrit, u thoshin vëllezërve të vet nga i tharët e librit. Pra, munafiqët ju thoshin kujt? I tharëve të librit, jehudëve, që nuk kishin besuar. Subhanallahu si i përshkruan Allahu, këni i tharë të librit, pasues të librave të shenjtë, këni që nuk kishin besuar. Pra janë pasues të librave, të cilët nuk e kishin besuar Muhamedit alayhis salam. Pra llogaritën si mos besues, jo besimtar. Pra çka ju thonin hipokritët? Nëse ju dëbuani edhe ne do të dalim me ju për çështjet tuaja. Pra fjalët e Abdullah ibn Selimit. Ne kur nuk do t'i bindemi askujt, t'i luftojmë se t'y nështrojmë. E nëse luftoni prej dikujt, ne gjithçysh do t'ju ndihmojmë. Allahu dëshmon se ata janë renatak. Pra Allah tregon se sot ult janë këta dhe që janë në gjendje mu betu rajshëm se do t'i ndihmojnë ndërkohë që
ta nuk dalin prej zonës së komfortit të vet. To janë vetëm fjalë boshe. Sikur të dëbuhen ata hithtarët e librit, nuk do të dilnin me ta dhe sikur të luftoheshin, nuk do të ndihmon në atyre, po edhe sikur të ndihmon në atyre, ata do të iknin prapa e do të mbesin pa ndihmën e tyre. Po tregon se s'ka hajër prej këtyre, prej hipokritëve, është vetëm ajo që kanë dëshirë me bë trazira, se përndryshe nuk është që bëhen bashkë me hithtarët e librave. Ju besimtarët në zemrat e tyre të munafikëve jeni frikë më e fortë se Allah. Subhanallah, këtu po e shohim, domethënë prej ajeteve kuranore shohim diçka çka domethënë nuk mund të perceptohet nga ajo çka shohin me sytë e vet njerëzit. Ku mujnë me ditë besimtarët që te munafiqët jemi qasi frike që ma shumë se Allah na kanë frikë neve besimtarë. Por ja që Allah po qet në pa. Kjo për shkak se ata janë popull që nuk kishin kuptu, kishin besu, subhanallah. Ata të gjithë së bashku nuk kanë guzim t'ju luftojnë vetëm kur gjenden në ndonjë vend të fortifikuar ose kur janë pas ndonjë muri. Armiqësia ndërmjet tyre është e ashpër. Mund të mendohet për ta se janë të bashkuar, e në realitet zemrat e tyre janë të përqara, sepse ata janë njerëz që nuk logjikojnë. Sipas komentuesve të Kuranit, pra ajeti 13 i përshkruan munafikët, ndërsa ajeti 14 i përshkruan fisin Benu Nadir. Domethënë, të cilët nuk kanë zemër me ju luftu juve, veç kur janë shumë të sigurt, prej dronave atje, domethënë larg prej juve, duke gjujtur raketa etjera. Pra nëse janë në ndonjë vend të fortifikuar, kur janë pas një muri, sepse edhe tregon që armiqësia atyre është tepër e ashpër. Mbledhja e tyre ndaj juve është shumë e ashpër. Dhe kjo mund të mendohet për ta se janë të bashkuar, e realitet zemrat e tyre janë të përqara. Na jep të kuptojmë se sikur rasti që ishte që Hujeji kërkonte domethënë që ata të luftonin një pjesë prej tyre, thonin ju ma mirë po shkojmë s'po i luftojmë, që ishin të përqara, edhe sot e kësaj dite, domethënë në këtë mënyrë janë. Pra po shohim mes popullit jehud për shembull sot. Ka të tillë të cilët janë me palestinezët, të cilët nuk i përkrahin këto çfarë bëjnë cionistët, domethënë janë kundër tyre, dalin domethënë bëjnë tubime, bëjnë demonstrata kundër kësaj politike. Pra nuk janë të gjithë të bashkuar edhe të gjithë të njëjtit mendim. Pastaj vazhdon ajeti tjetër si shembull e atyre jofrit moti që përjetuan të keqen e punës së vet, edhe ata kanë një dënim të rëndë. Kjo përmend fisin Benu Kainuka që kemi përmendur më herët. Ata janë shembull si djalli, kur i thot njeriu të refuzo besimin, kur ai ta ketë refuzuar, tërhiqet e thot, unë tërhiqem prej teje, unë i frikuam Allah, Zotit të gjithësisë. Ky për shumë munafikët, pra. Shkojnë dhe i nxisin fisin Benu Nadir, mos shkoni, luftoni etj. Kur ata vendosin mos me shku, këta nuk dalin kërkah minimu. Nuk ndihen gjallë që janë, po na friksohen me besimtar, me bëni çfarë doni ju. Domethënë pikërisht si djalli që e bën të njëjtën strategji. Dhe ashtu atë të dy do të përfundojnë në zjarr përgjithmonë. Ai është ndëshkim i zullumçarëve. Subhanallahu. Kjo ishte e tëra çka patëm për sot për lidhur me dëbimin e fisit Benu Nadir. Lusim Allahun që të ketë qenë ligjëratë përfituese dhe të kuptojmë më shumë për gjithë ato vështirësi që i ka pasur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm për ta ngritur këtë dinë, vetëm për ta bartur këtë fe deri te gjeneratat tona, si dhe mësimet e mëdha që i marrim nga çdo ngjarje në jetën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad